Lusi, sugjeroj misisht të lexosh raportet e OSBE-s çfarë thonë për mediat në Shqipëri. Ato thonë se mediat usohen si në diktaturë. Kjo absolutisht jo gazetarët e kronikës. Pavarësisht, zoti Berisha, fjalori i përdorur nga eksponentët e Partisë Demokratike nuk ishte dinjitoz. I përjashtoj këtu gazetarët e kronikës nga ky klasifikim, masi gazetarët e kronikës ka prej tyre që kanë rrezikuar shumë veten në raportimet që kanë bërë, në guxim, në trimëri. Por, në tërësi gjendja e mediave është interesin e çdo gazetari, çdo qytetari të lexojë që flet se shëmbëltyr e vendeve në diktaturë. Zoti Berisha. E thot raporti, si asnjë tjetër, nuk kam lexuar një raport të tillë tjetër. Tani, vim tek marrëdhënia. Unë nuk e kam të gjithë episodin parasysh. Jam absolutisht për respektim në gazetarëve, s'ka asnjë diskutim, dhe ju, në qoftë se në anën tjetër, në 3 muaj, nuk merri dot një pyetje, nuk bëri dot një pyetje, në këtë anë keni bë pyetje dhe keni marrë çdo përgjigje për çfarëdo që keni dashur dhe kështu do jemi ne, nuk kemi ndryshim tonin. Por, dhe çdo politikan, cili do qoftë, duhet të ketë një kujdes të veçantë në marrëdhëniet me gazetarin. Sikundër, e them, në protesta, kur ka një kauz, besoj se gazetari duhet të ketë në qoftë se nuk e mbështet protestën dhe s'ka asnjë arsye pse detyrim për të mbështetur protestën, nuk duhet të përpiqet të marrë porosi dhe të zbatoj porosi të cilat nuk është vendi për t'i zbatuar aty, sepse mund të krijojë gjakzësira dhe gjëra të papëlqyera. Kjo është e gjitha.